Dashur miq, ja ku takohemi bashk për të sjellur emisionin Kolazh Javor, ku do të prezantojmë përmbledhjen javore të emisioneve dhe tematikave të ndryshme të realizuar gjatë kësaj jave. Pa humbur kohë, fillojmë me ditën e hënë. Në emisionin Oaza e urtësive, Hoxh Sedat Islami solli 5 këshillat e Ebu Derdas. Allahu qoftë i kënaqur me të, duke ndaluar te urtësia e fjalëve të tij, thjeshtësia e jetës dhe orientimi i njeriu drejt përmirësimit të vetes. Ndërsa në emisionin ky është i dërguari im, Hoxh Enis Rama foli për qëndrimin dhe për kushtimin e Muhamedit alayhi salam gjatë muajit Shaban, duke theksuar rëndësinë e këtij muaji si përgatitje shpirtërore për Ramazanin dhe shtimin e adhurimeve. Këshilla e parë e Ebu Derdas ka të bëjë me një segment të veçantë të fesë. Është fjala për ihsanin. Ebu Derdaja porositi që ne ta adhurojmë Allahun sikur e shohim atë, sepse nëse ne nuk e shohim, Allahu na sheh neve. Sigurisht se e keni dëgjuar shumë herë hadithin e Xhibrilit dhe kjo këshill është e shkputur pikërisht prej këtij hadithi, në cilin ai ka ardhur dhe ka pyetur Muhamedit alayhi salatu wassalam për Islamin, për imanin dhe ihsanin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka dhënë përgjigjet për Islamin, përgjigjet për imanin dhe kur është pyetur për ihsanin, ka thënë që ta adhurosh Allahun, en ta'budallaha ka'annaka tara, ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, nga se nëse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Përkujtimi i vdekjes ka efekt kthjellës. Ndonjëherë në turistninë e kësaj përditshmërisë, ne sikur dehemi shpirtërisht dhe pavarësisht faktit që e dim se vdekja është e vërtetë, e dim se një ditë do të ndahemi nga kjo botë, sikur ne bëjmë përjashtim nga ky rregull. Dhe kjo është gabim. Prandaj, përmendja e vdekjes, përkujtimi i vdekjes, na bën që ne të shpëtojmë kësaj dehje, kësaj gjendje shkujdesie dhe neglizhence. E Muhamedi alayhi salatu wassalam, si mësuesi më i mirë që ka qenë, ka thënë: "Warda bima qasama Allahu lak, takun aghna an-nas." Që ti jesh njeriu më i pasur, pajto me atë që Allahu të ka dhënë, qoftë edhe pak. Kjo është ajo që Allahu ka ndarë për ty, Allahu ka caktuar për ty. Prandaj, nëse dëshiron që të jesh i lumtur, të jesh i kënaqur, pajto me këtë që Allahu të ka dhënë ty. Pajto nga se, nderuar vëllezër, ndonjëherë ne mund të mashtrohemi me grumbullimin e madh të pasurisë dhe të harrojmë atë elementin e vdekjes, i cili në të vërtetë na bën që t'i vendosim gjërat në vendin e tyre. Si Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, kur zgjohet në mëngjes, ka përmendur 3 gjëra në mesin e tyre dhe e ka ushqimin ditor, është sikur ta ketë pasurinë të tërë botës. Pse? Nga se ajo ditë mund të jetë dita jote e fundit. Ajo ditë mund të jetë dita jote e fundit. Prandaj, nëse dëshiron që të jesh i lumtur dhe të bësh jetë sikur posedon të mirat e dunjas, atëherë falendro Allahun për atë që të ka dhënë. Bëhet fjalë për një ngjarje me të vërtetë për neve shumë të rëndësishme. Ne nuk e shohim atë, nuk e përjetojmë, por e njohim, e dim, për shkak se për këtë na ka njoftuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E atë e ka njoftuar Allahu te bareku teala. Çka ndodh në muajin Shaban? Pejgamberi më ka përmendur se në gjysmën e muajit Shaban ngritet veprat e robëve të Allahut tek Allahu xhallahu ala. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se shënimi i veprave mbrana një viti tashmë i prezentohet Allahu te bareku teala. Allahu e din pa u prezantuar, pa u shënuar, Allahu e din. Mirë, po është një mësim për neve se veprat nuk humbin, nuk shlyhen, veprat ruhen,
prezentohen tek Allahu xhalla xhalu, shënohen tek ai dhe ruhen din takim me të. Ndërsa në muajin Shaban që tashmë jemi, është raportimi vjetor. Dhe është e arsyeshme që në këtë situatë të mundohemi të përmirësojmë veten tonë, të përmirësojmë regjistrin e veprave tona, raportin me Allahun, raportin me vetë. Nëse çka tha Allahu që na përculli Muhamedi alayhi sallam ngritën veprat. Dhe Allahu xhalla xhalu fal shumë në këtë rast. Fal shumë përveç në dy raste. Ai që Allahut i bën shok në adhurim, ai që ka problem me besim në Allah xhalla wala, dhe ai që ka armiqësi me dikë, vllaun e tij, mikun e tij, tafërmin e tij, fëmijën e tij, kështu me radhë. Ata që kanë pas sakrime, fërkime mes vete. Realisht kjo është tregues se rregullimi i raporteve me Allahun dhe rregullimi i raportit me krijesat është iniciativa më e mirë që ndërmarrim para se të ngriten veprat tona tek Allahu te bartalla. Porosia e këtij takimi sonte është ta ndjekim Muhamedit alayhi salatu wasalam, të përgatitemi, të jemi të zgjatshëm edhe me agjërim tonë të ose për shkak të përmendjes Allahut të vazhdueshme, vetëm me kujdes në ato që përmenden dhikri sabahit, akşamit, dhikri pas namazit, mos u gut, mos rri pa dhikr, me thon 33 subhanallah, 33 elhamdulillah, 33 Allahu akbar, pastaj la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, çka ka mësuar pejgamberi alayhi sallam. Mi fal sunetet, mos milon sunetet. Mundësisht, namazin me fal me xhamat. Për burra po flas, gratë falen në shtëpia. Për grua namazin në shtëpinë së është më i mirë se namazin në xhami. Por të gjithë timet mobilizuar, familjet të mobilizuar në këtë aspekt, në bashkëpunim, punë të mira. Tashmë në shumë shtëpia vrejet sikur të ceka. Ardhi Ramazanit, pastrimi i shtëpisë, larja e tepihave, dikush ngjyros shtëpinë, gëlqërohet kështu më pse Ramazan po vjen. Elhamdulillah. Ne duhet në çdo mënyrë me tregu respektin tonë për Ramazan. Në çdo mënyrë duhet me tregu se na nuk mund të jemi indiferent ka këtij muaji. Qoftë edhe me rregullimin e shtëpisë, prish punë, mirë po, jo tjetër kryesorja dhe vetmja. Në emisionin Kopshti i Devotshmërisë, Ilir Ademi dhe Hoxh Blerim Haxhiaj trajtuan vlerën e altruizmit dhe ndihmën ndaj të tjerëve, duke theksuar se sakrifica, solidariteti dhe përkujdesja për njerëzit janë shenja të një zemre të gjallë dhe të një besimi të sinqert. Në emisionin këta ishin shokët e profetit, Hoxh Bajram Karabek foli për besimtarët e parë dhe vlerat që i dalluan ata, duke theksuar besimin e palëkundur, sakrificën dhe përkushtimin e tyre të sinqert ndaj fesë dhe misionit të Muhamedit alayhi salam. Altruizmi është të japurit përparësi tjetrit para vetes. Të japurit përparësi tjetrit, vllaut tënd musliman këtë rast, para vetes, duke synuar botën tjetër. Kjo përparësi ka të bëj me një përparësi qoftë e mirë materiale, individuale, po edhe qoftë të japërit përparësi në mbrojtjen e ndonjë të keqe të tij. Në lidhje me këto, Imam el-Qurtubi, mufesiri, komentatori i njohur, e ka bën një definicion që e ka përkufizuar mendoj ndoshta në formën më të mirë të mëshme. Kur e ka shpjeguar ajetin e 9 surës Hashr. Se ajeti 9 i surës Hashr në përgjithësi e përmbledh këtë tematikë. Thot el-ithar, që ky altruizmi, vetmohimi, thot është të japësh përparësi, thot vllaut tënd musliman, thot para vetes në gjërat e kësaj bote, duke synuar gjërat e botës tjetër. Prej metodave mashtruese të shejtanit mallkuar është se çdoherë mundohet të fut frikë në zemrën e besimtarit. Frika të ndryshme. Një prej tyre është edhe kjo. Mundohet çdoherë që me nxit ato me frikë nga rreziku, me frikë nga mospasja. Mirë po, Islami mundohet shpeshherë e ka metodën e tij, në thirrjen e tij e lufton këtë mentalitetin ose më thon këtë agjendën dashakeqe që synon me formu një individ vetjak. Për shembull, dikush thot, unë nuk më interesojnë punë të dikujt tjetër.
Nuk më intereson çfarë bën vllau im musliman ose ai. Në një mënyrë mundohet me u bë me usill njëri i moral shumë aty ku nuk e ka vendin këtë rast. Jo, Islami thret në bashkëpunim. Altruizmi bën që një shoqëri të jetoj e qetë, mos të ketë padrejtësi, mos të ketë zullum, mos të ketë shthurje. Si ka mundësi kjo? Për shkak se ne themi e kundërta e altruizmit është egoizmi, është uni. Për shkak se për disa persona gjatë historisë e kishin këtë unin, egoizmin shumë të fuqishëm, bën edhe zullum. Iblisi, i mallkuar për shkak se e kishte egon shumë të fortë, i jepte përparësi egos para të tjerëve, i tha Allahut, po mua më ke kriju prej zjarrit, ndërsa këta ke kriju prej dheut, për shkak se uni, egon dëshiron të t'i jepte përparësi egos e tij. Transmetimet në mënyrë të përgjithshme aludojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e mori shpallin nga ana Allahut azza wa jall me fjalën Iqra, apo u drejtu tek shtëpia e tij ku ishte bashkëshortja e tij Khadija bint Khuwailid radhiyallahu anha, Khadijaja, dhe asaj ja paraqiti atë që i kishte nduar. Dhe për këtë dietar thonë se besimtarja ose më them besimtari i parë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rrjedhimisht muslimani i parë ishte Khadijaja, do të thotë ishte muslimaneja. Apo këtu japet me një mesazh i qartë se feja ju nuk bën dallim mes gjinive, domethënë nuk ka dallim mes besimtarit apo besimtarës, mes muslimanit apo muslimanës sa i përket relacionit me iman dhe me besim dhe me pozitën që e ka tek Allahu azza wa jall, sepse të gjithë janë rob të Allahu subhanahu wa taala. Khadijaja ishte besimtarja e parë, sipas asaj që aludojnë këtu transmetime dhe ngjarja historike kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i erdhi shpallja. Ndërsa sa i përket nga burrat e pjekur dhe moshërritur, ai i cili i pari e besoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte padyshim Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakri radhiyallahu anhu ishte burri i parë, njeri pjekur, i pari që e besoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe përkrahi dhe mbështeti, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përkrahin dhe mbështetjen e tij nuk e krahasoi me asnjë përkrahje dhe me asnjë mbështetje, sepse tha në hadithin e njohur, gjithë njerëzit më thanë nuk je pejgamber, je gënjeshtar me përjashtim të Abu Bekrit, i cili gjithmonë më tha, ti je në të vërtetën, ti je i dërguari e Allahut azza wa jall. Nuk u hamend asnjëherë. Aliu radhiyallahu anhu kishte pas një privilegj dhe një përzgjedhje shumë të veçantë, apo që ai u rrit pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kujdes për te. Sepse axha i pejgamberit alayhis salam Abu Talibi kishte shumë fëmijë dhe kishte qenë në një gjendje jo shumë të mirë sa i përket aspektit ekonomik, e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja kishte marrë një fëmijë që të kujdeset ai për te. Ai i cili kishte qenë ky fëmijë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kujdes për te, e që kishte djalë të axhës, ishte Aliu radhiyallahu anhu, dhe mu për këtë shkak Aliu radhiyallahu anhu u eduku me edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në momentin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i erdhi shpallja, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja paraqiti këtë shpallje dhe misionin e tij më të afërm dhe në mesin e tyre edhe Aliut radhiyallahu anhu, dhe Aliu radhiyallahu anhu besoi dhe u fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e kish ende moshën 10 apo pak më shumë se sa kaq. Në emisionin Fiton Ndershëm, Hoxh Rasim Haxha trajtoi rëndësinë e ruajtjes dhe dijeve fetare, duke theksuar se trashëgimia islame duhet të përcillet me përgjegjësi, dije të saktë dhe përshtatje të mençur me kohën pa humbur thelbin e saj. Kurse në emisionin Në thellësitë e surës El An'am, Hoxha Enes Goga foli për pemën e zinxhirit të pejgamberisë
duke shpjeguar vazhdimsinë e shpalljes hyjnore dhe lidhjen e profetëve mes vete në thirrjen drejt njohshmërisë së Allahut. Mësimet e fesë zbrestin, shumë prej tyre zbrestin sipas nevojës së njerëzve. Ka dispozita, ka rregulla të cilat kanë zbrit pa ndonjë arsye. Për shembull, Allahu e ka obligu namazin, e ka obligu zakatin, jo pse ka kërkuar dikush, jo pse ka pyet dikush, jo pse u paraqit nevoja, po thjesht ka ardhur koha dhe Allahu e ka bërë obligim. Mirë, po në pjesë të dispozitave, të rregullave, të mësimeve të fesë kanë ardhur si rezultat i pyetjes së njerëzve dhe nevojës së njerëzve. Për to. Edhe këtu në këtë rast kur ka pyet Abdullah ibn Salami, Allahu ka zbrit. E kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wasallam për Dhulkarneinin, Allahu ka zbrit ajete për Dhulkarneinin. E kanë pyet për banorët e shpellës, djalmushat e shpellës, Allahu ka zbrit ajete që flasin për djalmushat e shpellës e kështu me radhë. Pastaj kanë pas nevojë muslimanët për tejemum. Domethënë duke u kthyer nga lufta e Tebukut, janë harxhuar rezervat e ujit, kanë ujë vetëm për me pis, kanë ujë për abdes, qysh me bë, ka orë koha namazit, qysh më fal, Allahu zbret ajetin e tejemumit, që me marr tejemum këtë rast. Domethënë çka? Zbret dispozit si përgjigje e kohës ose një nevojë që paraqitet tek sahabët e pejgamberit alayhis salam me shokët e tij, pastaj kjo dispozit mbetet për gjithë pjesëtarët e kësaj feje. Forma e dytë që po i dërgon këtu sinjale pejgamberi alayhis salam se kjo dije do të ndahet në shkenca është lëvdatat që ja adreson pejgamberi alayhis salam disa prej shokëve të tij duke e pas parasysh këto të arritat e tyre në fushat caktume. Këto do të shohim pastaj në detaje. Pak më vonë. Sa i përket formës së parë që pejgamberi alayhis salam i lejoi disa prej shokëve të tij që në prezencë, duke qenë pejgamberi alayhis salam gjallë, që ata me dhon fetva ose me fol për dispozita, me interpretu dispozitat, përmendin dietarët, për shembull, interpretimin ose ijtihadin e Sa'd ibn Mu'adhit që e ka bërë sa i përket përfundimit luftës që kur ka ndodhur mes pejgamberit alayhis salam edhe fisit Banu Qurayza, fisit jahudin Medine. Do thonë pas thyrjes marrëveshjes, është histori e gjatë kjo, po kryesorja fisi Banu Qurayza jahudive pajtohen që Sa'd ibn Mu'adhi me qenë gjykatës. Do thonë çysh vendosaj pastaj le të vepron pejgamberi alayhis salam. Ndërsa ajo që po na intereson neve më tepër është Aliu, që e njeh më së miri gjykatësinë, Zeidi, trashëgimin, Muadh ibn Jabeli, hallalin dhe haramin. Do thotë çka nën kuptojmë me këtë? Me këtë nën kuptojmë se kështu do të ndohen shkencat. Do të ketë shkenca të udhëheqësisë. Do më thonë sa i përket udhëheqjes, zgjedhjes udhëheqjet muslimanëve, forma se qysh me udhëheq, qysh me i caktu gjykatësat, qysh me funksionalizu shtetin. Do thonë për butësi është Abu Bekri, ai që e përdor mas miri butësinë. Mirë. Pastaj do të formohet një disiplinë që do të quhet gjykatësia. E që gjykatësia është pjesë e fikut. Që fiku është një shkencë e madhe prej shkencave shariatike. Kush e bën më së miri këto? Aliu radhiyallahu anhu. Pastaj një disiplinë tjetër që është ndarja e trashëgimisë, vlerësimi, domethënë fillimisht identifikimi i trashëgimtarëve, pastaj vlerësimi si cilët trashëgimtar, sa trashëgon, çysh me nda, çysh e marrin, e kështu me radhë. Mirë, kush e bën këto më së miri? Zeidi. Ndërsa hallalin haramin, kush e bën më së miri? Kush e njeh më së miri? Kush e ndon më së miri? Kush e shpjegon më së miri? Është Muadh ibn Jabeli radhiyallahu anhu. Që do thotë këtu do të bëhen shkenca, këtu do të bëhen disiplina në ditë. Udhëzimi janë dhunti të Allahut. Ajeti 84 na jep edhe këtë mësim, se edhe pejgamberllaku si dhurat, por edhe udhëzimi si një dhurat tjetër, që të dyja këto janë dhunti të Allahut. Profecia edhe udhëzimi nuk janë trashëgimi në mënyrë automatike që dikush mund të pretendoj apo të shpresoj, që mund të trashëgoj edhe këtë zinxhirin e pejgamberllokut, por edhe të udhëzimit.
Nga se edhe historia e njerëzimit, por edhe historia brenda ajeteve të Kuranit dhe ajo çfarë na ka mësuar pejgamberi alajhissalam na tregojnë se kemi pas pejgamber të Zotit, por jo trashëgimtarët e tyre kanë qenë në rrugën e njëjtë, apo në rrugën e duhur, apo në rrugën e besimit. Sikur fjala vije, djali i Nuhit alajhissalam nuk ishte i udhëzuar, ishte pikrisht Nuhi dhe ishte djali i Nuhit dhe e gruaja e tij që e kundërshtuan Nuhin alajhissalam dhe nuk pranuan që të hypin. Anija Nuhit ishte anija e shpëtimit, ishte sipër asaj anije ishin vetëm ai grusht i vogël njerëzve që ishin besimtarë të vërtet dhe besonin Zotin një, por ja që për keqardhje djali i tij nuk hypi në anijen e Nuhit të babait të tij në anijen e shpëtimit. Prandaj Allahu i dhuron këto dhunti edhe pejgamberllokun, edhe udhëzimin vetëm atyre që ai dëshiron. Prandaj Allahu i zgjodhi ata ta emna të pejgamberëve që u përmenden në ajetin 84 për shkak të bindjes së tyre, për shkak të durimit të tyre dhe për shkak të bamirësisë së tyre, nga se ishin familje. Në fund ajeti përfundon thot, kështu ne i shpërblejmë bamirësit. Kedhalike nejzil muhsinin, kështu ne i shpërblejmë ata që janë bamirës. Kështu shpërblejnë familjet e bekuara. Kështu shpërblejnë me pasardhës e me trashëgimtar të hajrit krejt ata që janë bamirës. Kjo pjesë ajetit, thot Imam al-Tabari, tregon se ky nderim dhe ky udhëzim është shpërblim për kënd. Është për ata të cilët janë të sinqert, për ata të cilët janë besim drejt, për ata të cilët janë të bindur, për ata të cilët përballë sprovave nuk dorëzohen, por janë durimtar e faqebardh, si dhe për ata që janë vepër mirë. Do thotë, këto janë disa faktorë, janë disa elemente të cilat Allahu te baraka ve taala mbi bazën e këtyre elementeve thotë kështu ne i shpërblejmë bamirësat. Ndërsa në anën tjetër vazhdon Imam Tabariu Në emisionin Familja, Enklid Pelari dhe Hoxh Ahmed Kalaja trajtuan kuptimin dhe vlerën e dasmës në Islam. Hoxha tha se kjo nuk është vetëm fest, por një hap i bekuar drejt ndërtimit të një jete bashkëshortore me përgjegjësi. Kurse gjatë emisionit Gratë në Kur'an, Ilira Demi dhe Hoxh Ferit Piku trajtuan temën e nënës si mrekulli, duke përmendur rolin e jashtëzakonshëm të nënës në dritën e Kuranit, sakrificën e saj të pafund dhe pozitën e lartë që Islami i ka dhënë asaj si burim mëshire, edukimi dhe jete. Ne në Islam themi që muslimani ka disa detyrime ndaj muslimanit. Dhe ndër detyrimet që ka muslimani ndaj muslimanit është nëse ftohet për dasëm, pra nëse ftohet për gostin e martesës, duhet të përgjigjesh. Përveç se nëse ka ndonjë arsye madhore që nuk mund të përgjigjesh, smundja apo udhëtimi apo ndonjë angazhim që ti nuk lirohesh dot. Përndryshe, nëse dikush fton në rastin e gostisë, duhet të përgjigjesh sepse është vajib, pra është detyrë të përgjigjesh. Nëse ka arsye madhore, pra shëndetësore apo diçka tjetër, njeriu kërkon ndjes edhe mund të mos paraqitet. Përsa i përket të ftuarve, njerëzit e ftuar normalisht do të jenë nga njerëzit, le të themi, e afërt familjes, pjesa e parë, dhe duhet të jenë njerëzit e afërt me ty, pa bërë dallime për shkak të pozitës apo për shkak të pozicionit shoqëror apo të pasurisë që kanë njerëzit. Pejgamberi sa më ka thënë gostia më e keqe në rastin e martesës është ajo gosti që ftohen njerëzit me pozitë dhe lihen të varfrit. Ama nëse ti duhet të jesh patjetër i përzier, atëherë në këtë rast ty fetarisht lejohet që mos përgjigjesh. Mirë, po na lën problemi tjetër që është problemi i keq kuptimit të tjerë. Mirë është që në këto lloj situatash ne të bëjmë një formë tjetër kombesimi, që do të thotë ne për shembull si veprojmë apo si duhet vepruar, shkojmë tek të afërmit tan para dasmës, shkojmë mbas dasmës. Pra ato qoka, si quhet në gjuhën popullore, i bëjmë dhuratat e gjitha, por nuk prezantojmë dot në dasëm, dhe unë besoj se ka mirë kuptim, sepse njerëzit fund e fare e dinë që ne falemi dhe lutemi, edhe kanë këtë pjesë, pra kanë atë pjesën e mirë kuptimit.
Janë shumë bestytni që... Ka shumë bestytni, fatkeqësisht që lidhen me martesën. Frym poça që bëjnë sherrë ndër këto, le të përmendim se ndoshta edhe njerëzit, domethënë zejnë mend te kjo pjesë. Prej bestytnive flas për pjesën e Shqipërisë londineze. Nuk e di nga pjesa e Dardanis dhe Iliriadës se si veprojnë, po këtu në Shqipërinë londineze për shembull kanë këto tradita që quhen besytni dhe nuk janë as pak në lidhje me Islamin. Prej besytnive kemi qysh në mënyrë se si lahet dhëndri atë dite. Mënyra se kush duhet flej i pari në krevatin e dhëndrit. Mënyra se si duhet vishet dhëndri, mënyra se si duhet qepet, mënyra se si duhet ruhet, mënyra se si do të futet atë ditë në shtëpi, si duhet dali. Kemi tek nusja, kemi mënyra se si lahet, mënyra se si i bëhet, domethënë zbukurimi. Mënyra se si veprohet kur del nga shtëpia, dhe kemi dy problematika kryesore. E para bëhet një rrethoje apo një tepsi e madhe e cila përzihet me oriz, me sheqer, me pare, me karamele, edhe kjo pastaj kur del nusja e hedhin. Kjo ideja është që gjas me jetat të shkojnë mbar dhe mirë. Ktu kemi hyrë në idhujtari. Kemi të bëjmë me besytni. Pse? Se nuk janë karamelet e nuk është sheqeri që ta bëjë jetën mbar. Është tu. Din ato të jetojnë apo nuk din të jetojnë. Nëse ne çdo gjë e shikojmë si mrekulli prej Zotit, qoftë e madhe apo jo, sepse siç e përmendë, çdo lindje e një fëmijë është mrekulli në aspektin e fuqisë, sepse është me të vërtetë është vetëm forca e Zotit ajo që e sjell në jetë diçka të tillë. Prindrit mendojnë që janë ata, janë planifikimet, janë angazhimet e tyre, por një prind e di realisht se sa kontribut ka ai në këtë gjë. E di që çdo gjë fillim e mbarim është vetëm kujdes dhe është për kujdesje hyjnore. Se mbi të gjitha jeta, të sjellësh jetë është e pamundur, pra veç Zoti mund sjellë jetë. Vetëm ai që e ka emrin El Hayy, i gjalli që nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim, vetëm ai krijon jetën. Madje ai të tregon që dhimbjet e lindjes e shtyn e detyruan. Të gjithë njerëzit e dinë që kur kanë dhimbje të mëdha, ato lëvizin pa vetdije. Nuk rrin dot me një vend, domethënë, aq më tepër nënat shtatzana ku janë në pritje të lindjes së fëmijëve, që është kulmi i atyre dhimbjeve. Dhe Zoti tregon që këto dhimbje e shtyn e detyruan atë të shkojë afër trungut të një palme, të një hurme. Dhe në këto momente ngarkese psikologjike, ngarkesë dhimbje shumë të mëdha, siç dihet, dhimbjet e lindjes janë dhimbjet numër 1 në kategorizimin e dhimbjeve njerëzore që përjeton njeriu. Numër 1 janë dhimbjet e nënave shtatzana në momentet që lindin fëmijët e tyre, prandaj nëna ka vlerë të veçantë dhe respekti ndaj nënës është i një kategorie të veçantë. Meriemja në këto momente thot diçka që shumë interesante për treguar që edhe besimtari është njeri, ka dobësinë e tij, ka pikat e, po themi, momentet caktuara që kalon një dobësi. Ajo çfarë thot, as sikur të kisha vdekur përpara këtij momenti, madje të mos të isha e harruar, të mos ekzistoja. Do të thënë ajo thot, as sikur edhe të mos kisha lindur, mos kisha ardhur në jetë. Subhanallahu, do të thënë ku e çojnë ngarkesat njeriu në momente të caktuara. Meriemja alayha salam kishte parë mrekullitë e Zotit. Kishte ardhur në botë si mrekulli, kishte parë mrekulli që e kanë rrethuar, është rritur me mrekulli. Mirë, por në këto momente të caktuara, thash kur ngarkohen të gjithë këto lloj elementesh, ajo thot një fjalë të tillë. Allahu xhallashanuhu e qetëson robën e tij edhe në këto momente që janë momente shumë delikate, për të na treguar që dhe nëna e Isait, Isai vetë, gjithë profetët e Zotit, me krye Muhamedit alayhis salam, janë njerëz. Madhështia e tyre është tek madhështia e Zotit, është Zoti ai që i ka lartësuar, jo se ata kanë cilësi të jashtëzakonshme, është Zoti ai që e ka dhënë këtë. Në emisionin e thëna e pa thënë me Hoxhën Ekrem Avdiu, trajtuam temën Hoxha i xhamis apo Hoxha i internetit, duke diskutuar ndryshimin mes mësimit të thellë dhe të përmbajtur në xhami dhe mësimet të shpejta që shpërndahen në internet. Ndërkaq Hoxh Bleri Musliu foli për temën Rruga për në xhenet është një dhe e vetme. Ai tha se udhëzimi i vërtet është i qartë dhe i përcaktuar nga Allahu dhe se çdo përpjekje e sinqert drejt shpëtimit
kërkon besim të pastër, devotshmëri dhe zbatim të rrugës së Muhamedit alayhis salam. Mënyra tradicionale të mësumit me mësues i cili përveç që ka me t'i sqaru gjanat, ka me mbikëqyr edhe përsëritjen tone, derisa ta mësojsh, derisa ta kuptojsh, derisa ta nxojsh përmendsh. Kjo është mënyra më e lehtë dhe më e garantume, për arsye se njeriu ekziston edhe ajo pjesa tjetër që njerëz të caktuar kanë pas sukses edhe me ato përvojat autodidakte. Mirë po ato janë përvoja të rralla edhe nuk janë të garantume. Pra shumë të rrallë janë ata të cilët në mënyrë autodidakte kanë arrit me u bë të dëshmuar, edhe menoj se prej anës tyne sigurisht ka pas një vetë mohim të skajshëm, një angazhim shumë fish më të madh se sa këto, nëse bën me e quajt kjo mënyra konvencionale e të nxane. E tash kur ka dal interneti, edhe kur kanë filluar njerëzit me komuniku lehtësisht prej viseve të largëta ndërmjet vete. Pra kur janë zvoglu edhe shkurtu këto distancat e komunikimit, atëherë padyshim se janë paraqitur edhe sprovat e ndryshme. Dëgjojmë vazhdimsi njerëz që e keq përdorin mes tjerash edhe hallin e njerëzve edhe gjendjen e tyre shëndetësore për përfitime të ndryshme, dhe masani kur zbulohet ai më pas ka mashtru. Është e rënë kjo, për arsye se dami mund të jetë i madh, po edhe në aspektin fetar, edhe në çdo aspekt tjetër, nëse i drejtohesh atij që nuk është kompetent, edhe përveç që nuk është kompetent, se ne nga njerë mundëm me mendu se filoni veç për shkak se i ka kry studimet, është diplomu, edhe ajo është kompetencë. Te feja realisht ka edhe diçka tjetër, ai do të me u dashmu si i ktill, për arsye se njerëzit me gjithate edhe lëvizin nga njerë, i shmangen asaj frekuencës së duhur. Kështu që do të jemi shumë të vëmendshëm në këtë aspekt. Qysh funksionon inteligjenca artificiale? Unë menoj se ajo funksionon në bazë të asaj çka ke shkruar ti, çka kam shkruar filani Fisteku i merr dhe thjesht veç na i gjon më lehtë ato informacione, mbas edhe i sistemon pak, i grumbullon edhe na i jep ato që na ndoshta kishim me bë për gjysmë ore, ai na e bën për gjysmë minuti ose më pak, për 5 sekonda. Po kur s'ki aty të verifikume. Do thonë nuk ki aty diçka për arsye se ajo ku e ka marr po menoj ku është grumbulluar nëpërmjet inteligjencës artificiale, ka mujt me qenë për një burime të pasigurt dhe të pakonfirmuar. Edhe si rrjedhoi lajthitja shumë e mundshme edhe për ty. Sikur me pas qenë në botën reale, grumbullues. Pas edhe mund të jep burimet informacionit, por edhe ato nuk mund të njohim. Kemi shumë nevojë, sigur në jetën e përditshme, hala ma tepër te përdorimi i inteligjencës artificiale me përdor kriterin e verifikimit. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta ndjek rrugën e duhur. Kur po flasim për një rrugë, po flasim për një rrugë të duhur, për një rrugë të vetme e cila të shpihet tek stacioni i caktuar dhe tek përfundimi i kërkuar. Në qoftë se kjo është mundësia e vetme të cilën e kemi në jetën e kësaj bote, atëherë kuptojmë se ka i bie që njeriu të jetë i kujdesshëm që ta ndjek rrugën e duhur për ta shpihen në stacionin e duhur. Çdo ndjekje do në ndonjë rrugë tjetër, çdo përcjellje në ndonjë rrugicë tjetër, pavarësisht se çfarë rrugësh dhe rrugicash janë të tjerat. Ajo nuk duhet në asnjë moment besimtarit dhe njeriu të vigjilent të i bëj përshtypje, sepse kupton që hyrja në secilin prej tyre nuk do ta shpijë atje ku duhet. Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam erdhi me Kur'an dhe erdhi me shpallje nga Zoti xhaleshanu dhe u tregoi njerëzve dhe tha që kjo është rruga e vetme e drejtë, çdo rrugë tjetër është rrugicë e cila nuk të shpije askund, këtu e kishte pejgamberi sa problemin. Andaj, ne shumë nevojshme se ta kuptojmë dhe ta mësojmë dhe ta edukojmë veten tonë, sepse Islami na ka mësuar kështu. Ky nuk është produkt i mendjes njerëzore, as nuk është sajes, po është mësim i Allahut subhanahu wa taala. Se rruga për në xhenet është vetëm një. Të gjitha tjerat janë rrugica.
Dhe në qoftë se një rrugë nuk të çon në xhenet, të gjitha rrugët e tjera dihet se ku të çojnë. Andaj çështja është shumë madhore. Thot Allahu subhanahu wa taala, fattabi'uhu, ndjekni këtë rrugë të drejtë. Ja ku e keni. Nga besimi, nga argumentet, nga qartësia, nga shpërblimet, nga kujdesi që të mos vëni punë të cilat u rrezikojnë të nxjerrin nga kjo rrugë, të gjitha e keni të qarta. Allahu subhanahu wa taala, kjo është rruga. Cilën e ka mësu dhe e ka kompletu pejgamberi alayhi salatu wasallam, duke na treguar se çka duhet veprojmë nga paralindjes së njeriut, në lindjen e tij, gjatë jetës së tij, në fundin e jetës së tij, në udhtimin e varr, udhtimin e ditën e llogarisë e deri tek xheneti Allahu subhanahu wa taala. Është e detajzuar dhe është e shenjëzuar me të gjitha shenjat e kërkuara, ndjekja e të cilave nuk çon dikun tjetër pas në xhenet, pas portat e xhenetit. Në emisionin Këndi I diskutimit me të ftuarin Hoxhën Fadil Musliu folëm për vlerat e muajit Shaban, si përgatitje shpirtërore dhe praktike për muajin e bekuar të Ramazanit. Kurse në emisionin Popujt e Kuranit, Hoxh Muhammed Dërmaku trajtoi rrëfimin e Lukmanit të urtë, duke shpjeguar se si ai përçon urtësi, moral dhe mësime të thella për jetën, familjen dhe besimin, si një shembull I dijes dhe I devotshmërisë. Shumica e njerëzve janë të pakujdesshëm gjatë këtij muaji. Pse? Se fokusimi ka qenë në muajin e shejt, në Rexheb, edhe tash fokusimi kryesor është muajin e bekuar në Ramazan, e ky metet se I harruar pak, apo I lan pak anash. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në këtë muaj ngrihen veprat e robët të Zotit tek Allahu I madhruar, dhe unë dëshiroj që kur të ngrihen veprat e mia tek Zoti, të jem agjërueshëm. Edhe në hadithin tjetër që transmeton nana besimtarve Aisha radhiyallahu anha, ka thonë që nuk e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të ketë agjëruar në ndonjë muaj më shumë se sa që ka agjëruar në muajin Shaban. Përveç Ramazanit. Dhe nuk kom pa thot ndonjë muaj që ta ketë kompletuar të tërin me agjërim, përveç muajin Ramazan. Sigurisht, shumë më I suksesshëm ka me dal ai I cili në muajin Rexhep apo Shaban ka bërë përgatitjet për muajin e bekuar Ramazan, se sa ai që ka hyrë në Ramazan pa asnjë koncept, veç ka hyrë ashtu tradicionalisht. Në raport me çdo vepër, qoftë agjërimi, qoftë Kurani. Sigurisht. E para edhe para këtyne agjërimit apo Kuranit është përgatitja e zemrës. Sepse vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e bën atë udhtimin e papar edhe pa përsëritshëm, kur e bën udhtimin që shkoi tek Zoti. Edhe këto ditë është fol shumë edhe në rrjetet sociale, në xhamia, për Isran dhe Mirajin, puna e parë çka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Puna e parë e përgatiti zemrën. Që kemi të bëjmë me një Zot që është I gjithë më shërshëm, që në momentet kur krejt na shuhet neve shpresa, momentet kur na duket neve se janë mbyll të gjitha rrugët, janë mbyll të gjitha dyrët, mundet me ndodhë këtë jetë, a mundet çdo herë, një shpresë edhe një portë apo një derë s'mbyllën kur. Shpresat tek Zoti, tek mëshira e Zotit, tek falja e Zotit, tek ndihma e Zotit. Kur kjo nuk do të më shkujt. Se thot dikush, në gjuhën popullore, shpresa vdes e fundit, tek muslimani nuk vdes hiç. Po dikush qysh, ka mundësi që vdes hiç, edhe nëse vdes muslimani, shpresa nuk vdes. Pse? Se ka shpresë që në varr Allahu ja fal gjunat. Qysh? Po atje vujtjet, paraqitja tek Zoti, edhe jeta në varr, edhe ajo është një sprovë. Pastaj je në varr, lutjet e njerëzve që I bojnë për ty. Ata besimtarë që ta falin namazin e xhenazës. A lutën? Shpreson vazhdimisht. Po, do të thonë nuk vdes shpresa hiç, as e fundit as e para fundit. Dhe e dyta do të me pas parasysh se Allahu te bareke ve taala jo 24 orë apo 7 ditë apo një muaj apo një vjet e ka derën e hapur. Prej kur ke hyrë në moshën e pjekurisë pubertetit,
deri kur del tek Zoti, kur një moment nuk e gjen atë derë të mbyllur. Allahu thot e kujt Allahu ja jep urtësin, atij është dhënë hajër i madh, është dhënë dobi e madhe, është dhënë mirësi e madhe. Atëherë kjo i bie se urtësia pra jepet, dhurohet. Allahu xhalla xhelaluhu po ta jep ka këtë, apo? Atëherë Lukmanit i është dhënë urtësia, po. Lukmanit i është dhënë urtësia. E urtësi a jepet edhe të tjerëve? Urtësi pra ju jepet edhe të tjerëve. Ne kem plot njerëz që njihen si njerëz të urtë ose urtak për fjalët e tyre, për peshën e tyre dhe gjërat e tjera. E çka i bën urtësia? Urtësia është gjë shumë e çmueshme në virtytet njerëzore. Urtësia është që njeriu të di të përdor atë që Allahu xhalla xhelaluhu i ka dhënë, të përdor të mirën në vendin e duhur, në kohën e duhur, në momentin e duhur. Dhe të di të shmangët prej të dëmshmeve. Zotin, ta falenderoj Allahun. Wa men yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kjo fjali pra që është interesante të thuhet, ai që falenderon për vetën ti. Ai që falenderon në fakt nuk është që e rrit Zotin, nuk është që e glorifikon krijuesin. Nuk është që Allahu pa falenderimin e tij nuk mund të jetoj, nuk mund të mbijetoj, sepse Allahu jetën dhe mbijetën nuk e ka të varur prej asgjë. Ai është i pari dhe pa fillim, ai është i fundit dhe pa mbarim. Allahu është ai që ka jetë dhe të tjerëve ju jep jetë. El Hayy, El Qayyum. Ai është ai Zoti i madh që i posedon të gjitha atributet e jetës dhe të vetësisë dhe pavarësisë të plot nga çdo krijesë tjetër. Andaj njeriu kur e di këtë, Allahu ju ashtoi atë në fjalinë kushtore që përmendet thotë pra nëse ndodh falënderimi, ndodh shtimi i saj, por Allahu nuk e lën vetëm me përgjigje, thotë la azidannakum gjithsesi ju ashtoj unë mirësitë nëse ju jeni prej atyre që falenderoni. A ka më mirë se ne të jemi falënderues dhe mirënjohës ndaj Allahut xhalla xhelaluhu për vetë moralin ton, për vetë etikën ton, që të kuptojmë se mirësitë vijnë prej tij. E në rast se e kuptojmë këtë, atëherë e kemi çu në vend amanetin e falënderimit, që Allahu t'i themi elhamdulillah, shukru lillah. Lavdrimi, falënderimi i takon Allahut, vetëm atij i takon. Pse nuk ju takon edhe të tjerëve? Ju takon, por të tjerëve ju Vijojmë tutje në emisionin Zemra mes sëmundjes dhe shërimit. Hoxha Elbasan Xhani trajtoi temën e mllefit, duke shpjeguar se si zemra njeriu sëmuret nga zemrimi i tepruar. Ndërsa në emisionin Rinia mes sfidave dhe besimit, Ali Dizdari dhe Hoxha Mustafa Tërniqi trajtuan temën e rinisë dhe rrjeteve sociale, kurse në emisionin Fjala që udhëzon, Hoxha Gentian Mara ka folur për këshillat e arta duke sjellë mësime të vëra për jetën e përditshme dhe duke theksuar se çdo këshill e mirë është një udhëzim i çmuar që ndihmon në rritjen shpirtërore dhe në përmirësimin e moralit. Zemrimi është një ndryshim i gjendjes së njeriut prej një gjendje të lehtë tek një gjendje e rënduar, si rezultati i shkaqeve dhe rrethonave me të cilat mund të ballafaqohet njeriu. Gjithashtu një psikolog tjetër thotë, zemrimi është një emocion që lind kur individi përjeton se i është bërë pa drejtësi ose është penguar nga arritja e qëllimit e tij. Pra, zemrimi është një emocion që lind kur individi e përjeton vetveten e tij se i është bërë pa drejtësi për ndonjë gjë të caktuar
dhe e sheh se po pengohet nga arritja e një qëllimi të caktuar. Dhe kjo më të vërtet është pra një pikë shumë e rëndësishme që duhet ta kuptojmë në raport me zemrimin dhe mlefin. Sepse shumica e rasteve që njerëzit zemrohen janë si rezultat e padrejtësive që u bëhen atyre dhe si rezultat i pengesave që njerëzit u ashfaqen në mënyrë që të mos arrin ata sukses. Pra dome më i madh i zemrimit është se ndan njerëz. E dyta, e humb butësinë njeriu. Përmes zemrimit e humb butësinë e tij që e ka reale. Dhe nuk i mbetet në mimikat e tij asnjë lloj butësie, asnjë pasqyrë butësie. Andaj bëhet njeri i vrasht. Dhe treta, e pakson fenë tënde. Po, sepse nuk është e mundshme dhe logjikshme që në zemrën e njeriu të qëndroj edhe imani edhe zemrimi dhe mlefi ndaj njerëzve. Kjo nuk e pasuron muslimanin e mirë. Këto nuk janë parimet fetare, sepse Islami e lufton mlefin dhe zemrimin. Andaj duhet të kihet shumë kujdes dhe të meditohet kjo fjali Ibn Tinit, pra zemrimi shkput marrëdhëniet, zemrimi e heq butësinë dhe zemrimi e pakson fenë. Një fjali e rrezikshme, të cilën pra e sjaron shumë bukur Ibn Tini. Thot Omeri radiallahu anhu, ka shpëtuar ai që është ruajtur nga lakmia, dëshirat dhe zemrimi. Ka shpëtuar, sepse zemrimi sjell fatkeqësi, zemrimi sjell ndarje, zemrimi sjell probleme në jetën e njeriu, në qoftë se e largon këtë, ka shpëtuar ky person pra në jetën e kësaj bote. Thoshte Ibn Mesudi, Allah qoftë i kënaqur me të, shiko durimin e njeriut kur zemrohat dhe amanetin e tij kur lakmon. Pra, mate njeriu në një aspekt, thoshte Ibn Mesudi, mate se sa po duron kur zemrohet dhe mate se sa po lakmon kur ja lën amanet në dorë. Me këtu mund ta dallosh njeriu në mirë për njeriu të ligë ose të keq. Po ti pyesësh njerëzit, shumica atyre do thonë që ka shumë gjëra të këqija. Ndoshta e keqja e sundon të mirën. Disa të tjerë thonë jo, është e kundërta, ke plot gjëra të mira, varet se çfarë kërkojnë njerëzit nga rrjetet sociale, varet se çfarë kërkojnë njerëzit nga interneti. Dhe tani ne nuk jemi këtu për të dhënë atë përgjigjen kryesore, por mendoj se nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale, njeriu mund të gjejë të mirën, por mund të gjejë të keqen. Problemi është se nëse futesh dhe kalon kohë, harxhon kohë, vet interneti është ai i cili do të vjedh kohën tënde, energjitë tua dhe vëmendjen, siç përmendëm në emisionet të kaluara. Ishin tre pika shumë të rëndësishme që njeriu është i vjedhur në ato të treja dhe përrjedhoj është i vjedhur dhe në të ardhmen e tij. Të gjithë njerëzit pa përjashtim, pra shumica e tyre, kohën më të madhe e shpenzojnë në rrjetet sociale, duke u futur në internet dhe duke notuar ta thuash në oqeanin e madh jo vetëm të informacionit, por dhe të mbushjes së boshllëkut që ka njeriu me kërshërinë dhe kuriozitetin e tij. Dhe kjo është më interesante. Ai ka një qëllim, për shembull, qëllimi i tij disa njerëzve është që të kaloj kohën, thotë sa të dal nga shtëpia, apo të shoqërohen me njerëz të këqij, apo me njerëz të cilët nuk kanë besë te ata, apo njerëz të cilët nuk i njoh mirë, apo njerëz të cilët ata ftojnë vetëm në interesat e tyre dhe unë s'kam dobi për tyre, atëherë po e kaloj kohën thot në internet, duke mos e kuptuar që edhe interneti dhe rrjetet sociale është një lloj shoqërie, jo shoqëri njerëzore, por shoqëri i produktit njerëzor që në fund fare do të lë të njëjtat efekte. Ushqimi fast food në ka sjell plot probleme. E njëjta gjë është informacioni i pa klasifikuar. Informacioni i cili ka një rrëmuj të madhe për të vetmen arsye se në internet janë futur informacionet edhe po servire në rrjetet sociale nga shumë njerëz të cilët ai ndoshta nuk është i aftë, ndoshta nuk është i ditur, por i është dhënë hapësira për të folur, për të shkruar, për të prezantuar njësoj si njerëzit e ditur. Madje jemi duke përjetuar një epokë që njerëzit e paditur
njerëzit të cilët nuk janë të aftë, njerëzit të cilët nuk janë inteligjent, po zënë kohën dhe vendet më të fuqishme, më të mëdha dhe po bëjnë më shumë zhurmë. Po bëjnë më shumë zhurmë se sa njerëzit e ditur, sepse njerëzit e ditur flasin me inteligjencë, flasin me studim, flasin me urtësi dhe fjala e tyre është me zë të ulët, sepse e vërteta nuk ka nevojë të ngresh zërin. Tregon sahabiu i nderuar Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dhe thot: Erdhi tek profeti alayhi salatu wassalam një person dhe e pyeti: O i dërguari i Allahut, tregon mua për veprat më të mira në Islam, ose për Islamin më të mirë, për veprat të cilat domethënë vlerësohen në Islam të një shkallë tepër të lartë. I drejtohet thot profeti alayhi salatu wassalam, pra shikoni, pyetja është konkrete, përgjigja është shkurtër, gjithëpërfshirëse. I drejtohet profeti alayhi salatu wassalam këtij personi dhe i thot, po jo vetëm këtij, por kujdoj i cili e ka dertin e këtij, e ka merakun e tij, e ka interesimin e tij. I thot profeti alayhi salam: tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Të ushqesh ushqimin, pra ta shtrosh ushqimin, t'i japësh për të ngrënë dikujt dhe ta përhapësh përshëndetjen me selam mbi ata të cilët i njeh dhe mbi ata të cilët nuk i njeh. Nuk ka rëndësi të nderuarit e mi se çfarë ushqen tjetrin. E rëndësishme është që atë që dëshiron ta ushqesh, ti vendosësh zemrën tënde, ti tregosh bujarinë tënde. Këtë bujari me të cilën krenohen arabët edhe para Islamit. Bujari me të cilën janë krenuar edhe në Islam. Bujari me të cilën do të krenohen Allahu xhelle xhelalu në ditën e gjykimit. Do të krenohet atyre të cilët ishin pjesë e kësaj gjëje. Zoti në një hadith të tij në Qudsi na tregon dhe thot se në ditën e gjykimit, pra hadithi është i gjatë, po kapim vetëm pjesën e cila ka të bëjë me emisionin. Thot Allahu xhelle xhelalu i thot robit të tij në ditën e gjykimit: istat'amtuka falam tut'imni. Të kërkova për të ngrënë, pra të më ftosh, të më shtrosh për të ngrënë, por ti nuk e bëre diçka të tillë. I thotë: o Zot, si mund të kërkosh për të ngrënë, ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala as nuk han as nuk pin? Pra si mund të më kërkosh për të ngrënë ndërkohë që ti je krijuesi i gjithçkaje? A nuk të kërkoi, thotë, robi im filani? A nuk të kërkoi robi im filani dhe ti nuk i dhe? Ndaj i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam e kishte zakon, domethënë, që t'i ftonte njerëzit me ato që ai kishte. Madje përcillet në historinë e Islamit se një personalitet i shuar teksa kalonte përbri një zone, vren një bari i cili ruante kopen e baktive, i cili po drekonte dhe një kafshat e hante vetë dhe një kafshat ja jepte një qeni që ishte në krahët e tij. Pasi e përshëndet, domethënë se i bën shumë përshtypje kjo pjesa, po e shihte nga larg që një kafshat vetë, një kafshat qenit, i thot: mashallah, thot, që e ke shumë i apasionuar pas qenit. Domethënë e paske shumë për zemër qenin, aq sa një kafshat vetë dhe një kafshat qenit. Jo, thot, nuk është qeni im. Pra nuk kam se si të jemi apasionuar, se në realitet, thot, nuk është i imi. Por më pa tek po konsumoja drekën dhe mu afrua. Dhe më erdhi turp, shikoni nderuarit e mi se si duhet jetoj besimtari, me çfarë sifatesh, me çfarë cilësish. Më erdhi turp që një gjë më shpirt të më shoh ndërkohë që unë konsumoj ushqim dhe të mos i jap për të ngrënë. Të dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm të emisionit Kolazhi Javor. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje. No, no, no.